Ma mirë një shqiptare se tani edhe kultura edhe njëti vene. Mi dosh prindë të mi, se ka grë që nuk i dojnë prindë të tjetrit, kam qef mi dosh prindë të mi, mu kone mirë me thmije, qështu. Me të zite janë pak matë, kanë kry që keqë, me thonë, qështu, adin. Çfarë gjëra dëshiron të ndryshojnë ose përmirësosh për veten tënde në vitin e ardhshëm? Vitin e ardhshëm nëse njëherë du me gjetë një punë, që unë jam i Zvicrës, halos kom gjetë punë, jam vitin e fundit, du me gjetë njëherë një punë, tani dikur ma vonë, nëse me mujtë me qitë mamin e babin në penzion, me bo jetën që i kanë dashur për gjithmonë, qështu e. E çfarë pune ki qef me bo? Unë njëherë kom dashur me bo me nxemje, po s'më kanë marrë tash, jam të lip me punu kështu me bo rruga, me marru rruga të kështu në Zvicër që aty, edhe po. Apo mundesh me arrit këto ndër ndoshta vitin tjetër? Inshallah munda me arrit. A ne apes gjithë dhe pyetjen tjetër? Me qita për Po, veç mos e kap njëjtën. Ja, mësa një. A gjithë kohën për të tjetër. Pyetja është, a gjetë kohë për të tjetërt dhe për veten këtë vit? Nëse për veten kom gjetë poko shumë kohë. E për tjerët? Për tjerët edhe për tjerët kom bo kohë sa kom mujtë, se tash edhe me shkollë, si kam pas notat e mira, më të provu me përmisu notat ma shumë, a mu kom mujtë edhe sa të mujtë me gjetë edhe kohë për tjerët, qështu. Në rregull, me qenë se po jetojsh në Zvicër, a keme marrë nusën të Kosovës as Zvicrës? Ja, vallaj, du me gjetë një Kosovare atje. E pse ki qef Kosovës? Po se para edhe gjuha edhe kultura kam qef më kone njejta, më kone tjetë që është tani edhe për të mi nuk e din gjumësh me full, po tash mos me ditë këtë ata se din me full me akcent kështu. Ma mirë një shqiptare se tani edhe kultura edhe njëti vene kështu. E çfarë kritere ki qef mi plotësu gruaja jote? Çfarë kritere nëjse, mi dosh prindë të mi, se ka grë që nuk i dojnë prindë të tjetrit, kam qef mi dosh prindë të mi, mu kone mirë me thmije, qështu. A ki qef Bjondina a Zeshkone? Ja, Zeshkone. Pse ki qef Zeshkone? Nashta që kanë dollë shumë fore me Bjondina? Jo me për Bjondina të qësh... Pse? Zivesh si kam qef të qësh, se do janë nejse pak mat eger e kështu, kam qef halin një mat uqsh me thonë qështu, po. Okej, apo në asë gjithë dhe një pyetje tjetër? Cili është vendimi, projekti apo gjëja me të cilën jeni me shumë krenare? A ki naj pre këto se naj punë që e ke bo që një është krenar? Po, në shkollë jemi tash në vitin e fundit do të me bu një projekt të fundit kështu për shkollë. Kemi bu me në që kemi bu një dhome, kemi renovu krejt komplet me shokë qirim aty, i kemi ngjëros muret, kemi bu një bar, një bank, aty shumë hunshë edhe qështu sene, po. E në Kosovë sa keni me najtë? Kosovë edhe tjetër njoftë shumë në këthejna. Apo mërzite që kemi shkua nej? Valla shumë për mërzit nëse këto ma mirë me najtë edhe krejt e zakë të pësha ma shumë me qështu sene. A ki mendu ndë njëherë më ardhë me jetu në Kosovë? Shumë herë kom menu vallaj, nashta edhe kur bëj ma shumë pare kështu, kom thonë du me shku me jetu në Kosovë, qështu. E pse në Kosovë nuk po ta mërë menja që mund është me bo shumë pare? Moj edhe këto, po me thonë që në Zvicër janë pak mundësia më të mëdhaja, kështu për që ata, po. E në Kosovë qka po të pëlqenë ma shumë? Jeta e natës a e ditës? Ja, jeta e natës ma shumë. Apo dilni natën? Po dalim edhe natën, po edhe ditën co shkeq, se me prind dalë ma shumë ditën, tani me përshamu këtu me kushen tash, dalim edhe ma shumë natën, qështu, po. E apo të pëlqen njerëz, qka po ju thonë njerëz, qa po ndëgjan? Njerëz shumë të mirë, valla janë shumë, me thonë, janë të mirë, të vinë me dur të hapër, kështu. E atë janë Zvicër nuk janë këtu si në Kosova? Me të zitë janë pak matë, kanë kry që keqë, me thonë, qështu, edin. Janë pak, nuk e dojnë, përshamu ka zicalë që nuk e dojnë këta njerëz të jashtë të heqë. So në përshamu atjeve, ne kam këtë adin, e kam edhe pasaportën e Zvicrës, po shumë thojnë të je jashtë, nuk dojme që se e delë për Zvicrë, qështu sen. A jeni keq në herë së kanë thonë kështu? Më thojnë do Zvicrë në shkoqë aty, po asë je marë seriozisht ata, se krejt janë pak në kry të lutin, po që më thonë tash. E qka na dallon njëve shqiptarve për Zvicrës? Po jeni matë dashtu ne kështu, edhe s'ka gajla njeri është tjetër kështu, i dojnë krejt. E cili ushqim shqiptar të pëlqen mas shumë ti? Cili shka? Ushqim, aflia, pita. Vallaj pitja mas shumë ti, pite me spinaqe du mas shumë ti. Nashta edhe që kjo kriteri për gruan tonë të ardhshme, me ditë me që pite me spinaqe. Po, që ajo maj madhe. Në rregull atëherë.